vëllezër dhe motra, Ramazani tek muslimani është mundësia e artë me fitu xhenetin e Allahut të lartësuar. Ramazani, agjërimi janë shkak pra që njeriu me fitu xhenetin e Zotit të gjithësisë. Vjen hadith profetit alayhi salam se as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Agjërimi dhe Kurani ndërmjetësojnë për robin ditën e gjykimit. Pra ndërmjetësojnë që robi me hyn në xhenet. Porta të shumta mirësie kanë këtë muaj. Porta të shumta të cilat besimtari mund t'i shfrytëzojë dhe besimtarja mund t'i shfrytëzojë namazet farz, agjërim, namaz nafile, namaz nate, sadaka, përmendja e Allahut, rujtje lidhje farkisnore, lutje drejtuar Zotit gjithësisë, mirëbërja tek komshit, tek të afërmit, mbështetja e projekteve të dobishme e tjerë, prej portave të mirësisë. Çdo besimtar i zgjuar dhe i shkafët e di që Ramazani është portë e garimit, është mejdan garimi për mirë, shans për me të falë gjunafet, shans për me përmirësuar sjelljen, shans dhe mundësi për me përmirësu moralin, shans për të larguar prej veseve të këqija, shans për të larguar prej humbeve të shumtuara, mundësi e artë me u liru prej zjarrit të xhehenemit. O musliman, hyri Ramazani dhe ditët e tij po kalojnë, e nëse shikojmë njerëzit përreth nesh, do të shikojmë se ka prej tyre të cilët ndoshta nuk i shfrytëzojnë ashtu siç duhet, ndoshta kanë pakës dembeli e tjerët duke i shtyr punët e mira hajt se kanë kohë. Gjithsesi, nëse do të shikojmë në këtë vit në dyert e xhamive, shikojmë njerëz pra që denden në to, e kjo patjetër që është shenjë mirë.